Deputeti demokrat Sajmir Koreshi ngriti sërish këtë të enjte në kuvend situatën me spitalin e Lushnjës. Sipas Koreshit, nga verifikimet por dhe raporti i auditit shtetëror, disa nga ambientet janë me myk, lagështi dhe mungesë mirëmbajtjeje, të cilat sipas tij rrisin rrezikun e infeksioneve për punonjësit dhe pacientët. Koreshi tha se në spitalin e Lushnjës, ilaçet blihen me lekët e pacientit, ndërsa analizat mund të bëhen vetëm me mik kur ndërhyn deputeti. U verifikuan ambientet e spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkaktimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punonjësve dhe të pacientëve. Qa mungon spitali e Lushnjës sot? Alkoli, vigoni, edhe këto dorezat, se ka dalë Barsalet atje. I thot doktoresha infermierës, bjera qik alkolin, pa mbukën me alkol. Shikoni infermiera vje vërdat s'ka alkol o pingat. Po bjera pra shpejt, e lynë me ujë, kush ma ka lënë hapur alkolin se ka ik era. Jem djeniti që nuk keni asnjë lloj ekoje, dhe një eko që kishim ne, mund ta konfirmoj dhe Ministri i Financave se ka shkuar e ka inauguruar atje, ka bler Raiffeisen Bank. Edhe atë të mamografisë e ka bler e ka sjell dhurat komuniteti islamik. Nga ana tjetër, Ministri i Shëndetësisë Evi Sala ju përgjigj akuzave të Koreshit, ku tha se deklaratat nuk janë asgjë tjetër veç se deformim i realitetit përmes batutave. Sala theksoi se Spitali i Lushnjës po vijon funksionimin në kushtet e rikonstruksionit të godinës. Ka një dallim të madh mes kritikës konstruktive dhe përpjekjes për të deformuar realitetin. Ne mirëpresim kritikën që ndihmon për të përmirësuar sistemin sigurisht, por nuk mund të pranojmë retorikën që tenton të paraqesë spitale publike si struktura të braktisura, ndërkohë që aty punohet çdo ditë, investohet çdo ditë dhe trajtohen me mira qytetar. Është e lehtë të bësh opozitë me batuta. Më e vështirë është të ndërtosh spitale, të financosh aparatura dhe të mbash sistemin në punë gjatë rikonstruksionit, siç ne po bëjmë sot. E ritheksoj edhe një herë se Spitali i Lushnjës është pjesë e një programi kombëtar investimesh në sistemin shëndetësor publik. Pas diskutimeve, deputeti ngriti akuza ndaj ministres për neglizhencë të shërbimeve që ofrohen nga institucionet në varësinë e saj.